Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Ritakohemi në herën e sot. Do të flasim përsëri, do bisedojmë, ne do themi gjëra, ju do të dëgjoni, ndoshta edhe nuk dëgjoni, shumë. Mirësh në po s'keni më shmerreni, edhe mund dëgjoni në një nga ne. Edi Rama ka formalizuar sot përfundimisht shkarkimin e Edi Ramës. Dhe dinin të gjithë popullata që Erion Velia. Pse të Edi Ramës është Edi Rama për Edi Ramën. Lapsus dhe tani për shembull disi mund ta bëjnë këtë. Po janë ndodhur. Atëherë janë ndodhur thotë zonja. Pra shkarkimin e Erion Veliajt. Bashkia e Tiranës është tani pa kryetar. Fakt, nuk është se ka qenë pa kryetar gjithkohën. Edi Rama ka qenë kryetar aty të gjitha, por kryetar formal, siç ishte Veliu, nuk ka. Dhe tani pritet të shkojmë në zgjedhje në varësi edhe të veprimeve ankimuese që mund të ndërmarrë Erion Veliaj. Ndoshta po, ndoshta ndërmerr, ndoshta nuk ndërmerr. Pas rënies Veliajt kanë filluar të qarkullojnë emra për kandidatën e mundshëm të Partisë Demokratike. Jo nga nga udhëheqësi i madh, por emra që edhe shfaqen vetë dhe dinë, e kuptojnë që mund të jenë aty, po ndoshta edhe mund të fitojnë. Një prej kandidatëve potencial që mendon se duhet të jetë kështu dhe që ka marrë, me si kuptoj unë fola gjatë me të, ka marrë izën lejin e lartë të nacionalisti, të zotit Sali Berisha, është zonja Adriana Kalaja, të cilën sot unë do ta kem në studia. Dhe ajo do të na thotë gjërat e veta e të gjitha, pse po e ndërmerr këtë gjë, kaq të vështirë dhe çfarë do bëj? Çfarë mund të bëj Tiranës tjetër, nga çfarë i ka ndodhur? Tani, mirëmbrëma zonja Kalaja. Faleminderit për ftesën, mirëmbrëma. Për këtë do flasim kryesisht për këtë problematikë dhe për disa çështje të tjera në pjesën e parë të këtij emisioni, pra të thirrjet e spakut e tjera që kush është thirrur aty, kush ka dalë, ky është tek. Gjëra që tani janë bërë për ditëshmëri. Klotina Lala, faleminderit shumë. Se gjeta. Ola Zama dhe zoti Pano Soko, faleminderit Ola, faleminderit Pano. Në lidhje direkte unë do të kem avokat Besnik Muçin, i cili ka qenë 2 herë me mua, avokat mirëmbrëma, faleminderit shumë, ka qenë mjaft koherent dhe mjaft i qartë dhe i saktë, kur akoma antarët e Këshillit Bashkiak avokat nuk janë të qartë, doli njëri me syze më të trasha se të mijat. Ishte, domethënë, as opozita, ishte i mengjërt. Edhe filloi të fliste tani që tha, neni 66 është ai tha, aty me arsye pa arsye, akoma nuk e kishte kuptuar vetë antar i Këshillit ose i duhej kështu. Kështu që ne do të flasim bashkë përsëri, do të shkëmbejmë 2-3 gjëra që njerëzit ta kuptojnë dhe ta marrin vesh ku kemi mbritur dhe ç'mund të bëj Velia. A mund ta bëj dhe po e bëri, çfarë ndodh, sa shtyhet procesi e qyshtek. Pra, u shkarkua. Si e shihni ju procedurën e ndjekur deri tani? A ka problematika që mund të përdoren nga Veliaj në një proces ankimimi? Po, ne kemi diskutuar, se drejt diskutojmë, dhe procesi por shkon sipas profecisë, parashikimeve tona, por unë konstatoj te ty pyetja juaj direkte, konstatoj që në procedurën e shkarkimit të zotit Veliaj, në gjithë procedurën e shkarkimit, që nga propozimi dhe te vendimi i Këshillit të Ministrave, ka shkelje shumë të rënda të procedurës. Gjykata kushtetuese në një vendim për ish kryetarin e Bashkisë Vallëdejës, është shprehur qartë që procedura e shkarkimit të drejtuesit të pushtetit vendor gjatë kësaj procedure duhet respektuar në 42 paragrafi 2 Kështetu dhe në 6 Konvencionit Evropian të Njerëzit, pra duhet respektuar një proces i rregullt gjyqësor. Dhe sipas vendimit gjykatës kushtetuese dhe jurisprudencës të gjykatës Strasburgut, procesi i rregullt gjyqësor, parimet e procesit i rregullt gjyqësor respektojnë jo vetëm procesin penal, por edhe procesin administrativ disiplinor, siç është rasti i procesit të zotit Veliaj. Kështu që gjitha standardet duhet të respektoheshin në proces. Standardi bazë që duhet respektuar në proces është standardi i njoftimit të personit që procedon disiplinarisht me aktet, me procesin, dhe dhënia e drejtës së tij për të dëgjuar lidhur me faktet dhe dokumentacionin shpërndajtur për shkarkimin e tij. Procedurë që nuk u realizua në rastin e shkarkimit të... Por erën e parë në mos gaboj, avokat, ndoshta një sekond vetëm, ndoshta jam unë gabim, por erën e parë ne tham që, ose ju me të them deklaruat që ligjit e përcakton qartë që po mbushën 3 muaj
Këshilli ka të drejtë të bëj propozimin e shkarkimit ti. Është, s'është, dëgjohet, ka të drejtë të bëj këtë gjë. Zoti Rakipi, ky është elementi material i procesit që folëm ne. Pra përmbajtja e procesit. Por procesi vetë ka formën e vetë, ka procedurën. Dhe procedura është aq e rëndësishme sa dhe përmbajtja në rastin e tyre që thamë ne. Pra proceseve disiplinore në të cilat janë në zbatimin e 42 të Kushtetutës. Pra ne folëm për përmbajtje, për ligjin material, që ligji në vlerësimin tim ishte i qartë, për këtë moment folëm bashkë, por ama jo për procedurën e shkarkimit. Pra, avokati ju jeni duke thënë që ka problematika që Erion Veliaj mund t'i përdor në proces ankimimi. Konkretisht gjykata kushtetuese. Madje unë konstatoj që procedura e shkarkimit nuk respektuar jo vetëm në Këshillin e Bashkisë. Madje unë kam mendim tjetër, ka qenë detyruar Këshilli i Ministrave, sepse organi disiplinor në këtë rast nuk është Këshilli i Bashkisë. Është Këshilli i Ministrave. Është Këshilli i Ministrave. Qartë. Dhe ishte detyruar Këshilli i Ministrave që të zbatonte parimet e procesit rregull gjyqësor në shkarkimin e zotit Veliaj. Pra duhet ishte Këshilli i Ministrave që ta njoftonte zotin Veliaj për procesin, ta njoftonte me dokumentacionin, dhe ai paraqitej në Këshillin e Ministrave, jo në Këshillin e Bashkisë. Qartë. Sepse organi që shkarkon është Këshilli i Ministrave. Ç'ndodh nëse Veliaj avokat, ç'ndodh nëse ato unë konsideroj shkelje të natyrës procedurale. Tani lidhur me ankimin e zotit Veliaj dhe qëndrimin që mund të mbaj gjykata kushtetuese. Ne thamë që ai mund ta ankimojë shkarkimin dhe përgjithsisht gjithë themi mendimi i specialistëve, dhe sot po flasim në që zoti Veliaj ka drejt të ankimojë vendimin e Këshillit të Ministrave për shkarkimin e tij nga si kryetari i Bashkisë. Në fakt ka një problem, ka një detaj shumë të rëndësishëm juridik. Në bazën ligjore të VKM-s është situar vetëm neni 62 i ligjit për shtetin vendor dhe nuk është situar Kushtetuta e Shqipërisë, neni 115 i Kushtetutës. Dhe unë mendoj që kjo është një kalkulim për t'ia vështirësuar ankimin e zotit Veliaj në gjykatën kushtetuese të Shqipërisë. Do të thotë që edhe nëse e ankimon, të shikohet mundësia gjykata kushtetuese të mos ta legjitimojë. Pra, t'ia rrëzoj kërkesën për mungesë legjitimimi, mungesë të drejtë për ta ankimuar në gjykatën kushtetuese. Dhe ky do jetë debati temon juridik i ditëve në vazhdim, që do zhvillohet në këtë rast. Ai urthelbit është ideja. Pra, ky është lëvizja që bëri Këshilli i Ministrave është e tillë që tenton t'ia vështirësojë zot Veliaj faktin e ankimit për shkak të përmbajtjes. Por aty ka një që më i qartë se ne thamë në kaluar, pavarësisht në përmbajtja është e qartë, pra materia e ligjit, ligji material për shkarkimin. Por e drejta e ankimit pezullonte thjesht ekzekutimin e zbatimin e VKM-s dhe shtynte disa kohë zgjedhje për lokal. Por në rastin tonë kemi drejtën zoti Veliaj me shumë drejtë, gjykimi tim mund të ankohet edhe për shkeljet e rënda të procedurës. Ai nuk është njoftuar procesin disponon ndaj tij zyrtarisht, nuk është njohur me aktet në ngarkim të tij dhe nuk është dhënë drejta të dëgjohet dhe të paraqiti prova në procesin administrativ disiplinor. Pra, për dy ato elemente unë besoj që VKM-ja mund të kundërshtohet në gjykatën kushtetuese. Okej, kush i shpall zgjedhje tani? Pra ai mund të shkojë në gjykatën kushtetuese. Dhe sa zgjatet procesi nëse zgjatet maksimalisht? Shiko këtu, procesin gjykatës kushtetuese ne thamë në kaluar sipas ligjit zgjat 3 muaj. Dhe si rregull, sipas Kushtetutës proces zgjedhjet duhet pezullohen, por unë e thash pak më sipër, mund të kemi një përplasje, një kresh midis dekretit presidentit dhe ankimit të zotit Veliaj, nëse do e kryej gjithmonë flasim, nëse është e drejta e tij për ta kryer. Unë kam një ndjegje, parandjegje, edhe zoti Veliaj mund të ankimon gjykatën kushtetuese, njëkohësisht presidenti mund të dekretojë dhe zgjedhje. Pra presidenti Begaj thonë ju mund të dekretojë zgjedhjet. Mund, sepse do thotë që baza ligjore gjykata kushtetuese mund t'i pezullojë këto zgjedhje? Po, gjykata kushtetuese mund të shpreh për pezullim. Edhe nëse presidenti nxjerr dekret, gjykata kushtetuese mund të marrë mas, e lejon ligji, Kodit Procedurës Civile, në cilën e mbështet, e lejon ligji që të marrë mas për sigurinë e objektit të kërkesës, që është janë zgjedhje, se objekti i kërkesës është mandati i kryetarit. Dhe nëse bën zgjedhjet, bëhet si mandati. Pyetje nga paneli për avokatin. Por pa vlerë. Pyetje nga paneli për avokatin. Lala, diçka kishe ti? Jo, nuk ishte i qartë avokati, kështu që thjesht aty që neni përdorur 155-a që i jep mundësinë
ose më saktë ja vështirëson zotit Veliaj për të mos i hyrë thelbit të çështjes dhe besoj që këtu është avokati mund të na sqarojë ndoshta më qartë që tek neni 155 avokat që u thatë është cituar vetëm neni 62 po jo neni 155. Mund ta thuar diçka më shumë, pra ideja është që zoti Veliaj nuk ka mundësi të hyjë tek pra gjykata kushtetuese nuk do të shqyrtoj thelbin, po do të merret vetëm anën formale me legitimitetin e palës, pra këtë nuk kuptuat? Po, këtë nuk bëj eksakt. Pra, do të thënë, shkarkimi është bërë në detyrim baza ligjore që gjykata kushtetuese të mos hyjë fare përmbajtjes. Mos hyjë përmbajtjes edhe në procedurën dhe në materie. Pra dhe shkelje procedurale dhe shkelje të materjes. Por të mos e legjitimoj zotin Veliaj në ngritjen e kërkesës, dhe normal kur legjitimoj gjykata nuk hyn asnjë, kur nuk legjitimoj, në fakt, nuk hyn asnjë lloj pretendimi tjetër të palës në proces. Zoti Muçi, zonja Kalaja, diçka ka? Jo, përveç kësaj, unë jam totalisht dakord me kolegun tim, por ka dhe një shkelje shumë të rëndë procedurale gjatë shkarkimit të zotit Veliaj, pavarësisht se personalisht mua më ka... O ty tani do të shkarkohet apo? Jo, unë duhet të shkarkohet, po unë nuk duhet shkelet ligji. Unë duhet shkarkohet edhe të dënohet me ligj, jo duke shkelur ligjin, sepse nuk bëjmë asgjë ndryshe nga sa ka bërë Erion Veliaj. Atëre ka dy grupe juristësh që ndahen në mënyrën se si do vazhdoj procedura, sepse jam shumë dakord me çfarë tha avokati, por ka dhe një shkelje shumë të rëndë, sepse zoti Rakipi, kur flitet për shkarkim nominal ose për votim nominal në Këshillin Bashkiak, është e përcaktuar që ky votim bëhet në mënyrë të fshehtë. Edhe aty votimi, në kundërshtim me procedurën, është bërë votimi hapur që mund të përdoret dhe si argument nga ana e Erion Veliajt në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese në parimisht nuk merret fare me thelbin e çështjes, pra me objektin e kërkesës, po fillimisht, siç e tha dhe avokati, merret me legjitimohet apo jo zoti Veliaj për ta ankimuar vendimin e shkarkimit, dhe siç po thoja, ka një grup tjetër që thotë që zoti Veliaj nuk mund ta ankimoj këtë lloj shkarkimi në gjykatën kushtetuese, por vetëm mund ta çojë në gjykatën administrative. Po, pra, ne komentojmë këtu, nuk ka problem. Grup tjetër përcakton, doja ta interpretonte pak avokati. Grupin që thotë që ky vendim ose ky ankimim nga Erion Veliaj mund të çohet vetëm në gjykatën administrative. Shiko, dhe Kalaja, është një çështje shumë komplekse në fakt. Edhe nga pamja ligjore dhe kushtetuese natyrë dhe legjitime. Nuk është e vështirë që ne ta shterojmë, ta lexojmë në shteruese brenda disa minutash edhe këto kushte që jemi. Do të kuptojmë që edhe stafi i kryeministrit, juristët janë shumë të kujdesshëm, kanë kohë që e përgatisin këtë. Nëse ne përgatitemi 10 minuta gjysmore me një tjetrin, lexojmë diçka, ata rrinë gjithë ditën për të përgatitur me shumë kujdes për të parë edhe jurisprudencën dhe mënyrën mundësinë që e qëllimi që do të ketë gjykata kushtetuese. Unë prandaj citova pak më sipër. Pra, duke mos e legjitimuar gjykata kushtetuese, pra shkarkim në tillë që të mos legjitimohet, rrjedhimisht do shkëpte parimi i përgjithshëm që vendimet e Këshillit të Bashkisë ankimohen në gjykatën apel. Gjykata administrative. Avokat që do ankimohet në rrugë gjyqësore, i cili ka gjitha mjetet për të ankimuar. Por ne flasim këtë, por është shumë e rëndësishme në fakt. Sepse nëse bëjmë një interpretim sistematik në 115 dhe 62 të kushtetutës dhe të ligjit të pushtetit vendor, ka një ndërthurje që mbarimi i mandatit bëhet me shkarkim në vendim të Këshillit të Ministrave. Dhe këto janë pika A, B dhe C janë në ndarje të shkarkimit nga Këshilli i Ministrave. Pra, a do futet ai kundërshtimi dekret i vendimit të Këshillit të Ministrave do përfshirë gjitha pikat, apo vetëm një është në çështje përsëri e natyrës kushtetuese. Për shkak të rëndësisë së faktit. Jemi të rëndësishëm. Shkarkimi i zgjedhurit. Avokat, falenderoj shumë. Ne nuk e shterojmë dot në mënyrë të plotë të çështje këtu, por ne dy rrugët ato. Në vijim do jemi se tani të gjitha çështjet avokat në vendin ku jetojmë nuk është se sqarohen, dhe bota ka filluar të ngatrohet. Për shembull tani, siç e ke vënë re ti, edhe presidenti i Amerikës i po kufizon ilaçet. Mos pini këtë ilaç, thotë se bëni otik, mos pini këtë, mos bëni. Kush e di ç'do dëgjojmë ore? Gjëra të mëdha do dëgjojmë tani. Kështu që sqarime kaq të thella sa mendon ti, nuk mund të kemi. Nuk është shteruese. Edhe unë jam me shteruese nuk mund të kemi. Sqarim
Absolutisht. Edhe dy juristë kanë mendime të ndryshme për një çështje, por ne japim mendimin ton, opinionin ai sa mendojmë se i cili ka qenë korrekt dhe mjaft ka ndodhur, domethënë, gjithë ato që ju keni biseduar me ne në studio. Falenderoj shumë, ë. Gjithmonë do të jemi kënaqësia që ne të jemi bashkë. Faleminderit, natë e mirë bashkë. Faleminderit. Zonja Lala, çfarë sinjalesh ka nga avokatët e Veliajt pas shkarkimit? A pritet të shkojë çështja në gjykatën kushtetuese? Nëse dim në ngjehe, që jo të edhim në një fallë. Tani, zoti Rakipi, nëse më lejon, fillimisht, unë mendoj që pavarësisht se zoti Veliaj e meriton të shkarkimin, edhe për gjitha ato domet që i ka bërë Tiranës, nisim që nga inceneratori Tiranës, që nga vdekja e Ardit Gjoklajt në landfillin e Sharrës, që nga shembja e teatrit kombëtar, që nga 5 Maj, që nga Unaza, betonizimi i Tiranës e tjere me radhë, dhe që normalisht do duhet hetohet, jo vetëm për ato që është hetuar, por edhe për çështje tjera të cilat janë të hapura ose mund të hapen në vijim. Unë mendoj që po ashtu dhe si zoti Muçi që procedura për shkarkimin e zotit Veliaj ka problematika. Por po ashtu kam bindje që presidenti i Republikës nuk do të presë ankimimin e zotit Veliaj, po do të dekretoj datën e zgjedhjeve. Dhe kjo është një bindje duke parë se si zoti Begaj ka vepruar dhe ka nxjerrë dekrete të çuditshme, siç është edhe dekretimi një ministre virtuale që nuk parashikohet nga kushtetuta shqiptare. Ka dekretuar vërtet këtë apo se mua më duket sikur se ka? Jo, realisht. Ka dekretuar ministren duke thënë që to kompjuterin dhe veglat, ë? Po, veglat. Pra, ato veglat që na shpjegova emisionin e kaluar. Veglat, shumë. Marrë në konsiderat këtë gjë, nuk kam asnjë dyshim që zoti Begaj do t'i bindet pushtetit dhe do të dekretoj datën e zgjedhjeve. Që sigurisht Erion Veliaj hëngri gjellën e prishur që gatoi vetë në kryet Bashkisë Tiranës për vite me radhë, duke qenë njëri që ne kemi diskutuar kaq shumë studion tuaj dhe studiot tjera, i cili nuk bëri asgjë të mirë për Tiranën, përveç se shkatroi atë dhe nga ana tjetër nuk u përball kurrë me median. Dhe pikërisht njeriu që u shmang medias për vite me radhë, që e trajtoi median si një plaçk, realisht provoi atë gjellë të prishur, kur ditën e fundit edhe ata njerëz që i kishte besuar e tradhtuan, i futën thik pas shpine dhe nuk i lanë mundësinë as shikonte dokumentat dhe të dinte diçka më shumë për fatin e tij. Unë kam komunikuar me avokatët e zotit Veliaj, sepse kjo është detyra jonë fund fare të komunikojmë. Avokatët sa i përket procedurës për shkarkimin e tij kanë qenë absolutisht pa përgatitur dhe kanë pretenduar që nuk janë përfshirë në gjithë këtë proces, edhe sot që ne flasim, ata nuk kanë një përgjigje të qartë dhe të saktë nëse zoti Veliaj do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese duke e kundërshtuar këtë vendim. Çka në fakt edhe në këndvështrimin tim, edhe nëse do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese, në Tiranë është një histori e mbyllur, do të ketë zgjedhje, sepse praktika ka treguar si në rastin e shkarkimeve të prokurorëve të përgjithshëm, nëse e mbani mend dikur me zotin Sollaku, më pas me zotin Hila që gjykata kushtetuese ka dhënë një vendim, qeveria i ka bërë gjithmonë zgjedhje dhe më pas edhe nëse gjykata kushtetuese e ka rrëzuar vendimarrjen e qeverisë, nuk është kthyer asgjë pas. Kështu që deri në këto momente avokatët nuk janë në gjendje të thonë nëse zoti Veliaj, pavarësisht çfarë mund të ketë me zotin Veliaj, nuk kemi asnjë mundësi të kemi kontakte për sa kohë është në masën e arrestit në burg, nuk kam asun një përgjigje qartë për sa kohë që zoti Beta dhe avokatët e tij dhe zoti Selmani nuk ka një përgjigje qartë në lidhje me këtë gjë. Por edhe nëse do ta dërgoj dhe do ta vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese, kam bindje që Bashkia e Tiranës dhe bashkitë e tjera që mbeten pa kryetar do të shkojnë drejt zgjedhjeve të parakohshme. Por ama ka një ndryshim. Shkarkimi i zotit Veliaj tashmë nuk është kryetari i Bashkisë së Tiranës në detyrë që do të përballet me drejtsinë, por është një person i cili do të jetë i vetëm, pra do të jetë qytetari Erion Veliaj përballë drejtësisë shqiptare. Pra kjo është vetëm një gjë që ndryshon dhe që normalisht mund ta bëjë më vulnerabël në raport me drejtësinë shqiptare në përballje me SPAK, nisur edhe nga fakti që ka një të penduar drejtësie, që ka status dhe do të rrëfehet kundër zotit Veliaj, e po ashtu ka shumë dëshmitar, të paktën 7 ose 8 i kemi numëruar në studion tuaj, të cilët janë rrëfyer apo kanë dëshmuar kundër zotit Veliaj ose kanë tradhtuar atë në nxjerrjen e provave dhe fakteve që sipas SPAK-ut janë të mjaftueshme për të provuar 13 akuzat. Zoti Soko, ju jeni më afër medias, afër një analisti e ditë, por keni marrë dhe me politikën e ditë, por kjo ndihmon shumë për pyetjen që unë do t'ju drejtoj. A më vizaton dot çfarë shkarkon, çfarë shënon shkarkimi i Erion Velis, po me penalata kështu shkurt që njerëzit ta kuptojnë sa më thjesht, së pari për të si politikan, për Partinë Socialiste dhe për kryeqytetin. Çfarë është ky shkarkim? Unë do ta nis një para nga vendi. Pesha Erion Velis ka qenë shumë e madhe si politikan. Ngarkesa e pushtetit që ai ka mbajtur mbi supe i ka dhënë gravitet jashtëzakonshëm
skenën politike e publike të vendit, kështu që impaktin e parë e ka skena politike publike e vendit tonë, e Shqipërisë. Dhe në gjithë të zallamahin e madhe 35 vjeçare që ka kaluar ky vendi ynë i shkret, vendosja një standardi të tillë ku një kryetar bashkie, i cili është nominuar si ndoshta një ndër personat më të korruptuar në Shqipëri dhe të jesh personi më i korruptuar në një vend kaq të korruptuar si ky joni, më besoni që është goxha arritje e madhe. Të gjej fatin e tij ashtu si kundër drejtësitë e novelave të Dostojevski do t'ja jepnin. Që të shkojnë në fund të karrierës së tij politike i turpëruar me ngarkesa penale dhe ndoshta një periudhë burgu e gjatë e pret. Ky është një model që vendos tani. Dhe natyrisht, pavarësisht nevojave, kërkesave që ne kemi për të ecur çik më tutje, unë besoj se këtu do të është shumë shkurt sepse unë do të kem ti do të thuash përsëritësh këto besoj dhe fjalë tjera te pjesa kjo është kryesorja. Pra fakti që ne sot në Shqipëri një njeri me kaq shumë të zgjeruar vdekjen politike kaq shumë peshë politike shkoi për mbrapa hekur. Zama, ti si mendon tani ra një ngrejine që mendoi që do ishte numri 2. Do me thënë do vinte ky. Që mendoj, po... Dhe ai kishte menduar, po ai thosh erdha. Dhe njerëz që rinin afër ti, më kujt biznesmen tani që bën përftojnë e kështu, thoshin tani nuk kemi më zëvend në kryetar, thoshin dëgjoja unë, po jemi zëvend kryeministra. Ne. Hanin kështu për shembull gjëra, peshkurina gjëra, edhe diskutonin këto gjëra. Shkarkimi ishte funerali politik i zotit Veliaj, zoti Rakipi, është shumë e qartë kjo. Qartë. Kështu që këtu mbyllet, nuk ka më rritim të një model bastard në mënyrën e qeverisjes, ku nëse më përpara kishim dëgjuar për korrupsion në përqindje, 10%, 20%, të Bashkia e Tiranës pam një korrupsion edhe në nivelin 100% si që ishte ai me skemën 5D. Por po të shohim rrugtimin politik të Erion Veliajt, është një model që erdhën si disa të rinj të cilët kishin kauzën e demokracisë, të mirëqenie sociale, të shtetit të së drejtës, dhe atë që dha imazhi i personit i politikanit Erion Veliaj ishte që ti gjërat nuk i merr dot vetë duke bërë protesta, duke sjell njerëz që të rrethojnë dhe frymëzohen nga idet e tua. Por është një pushtet që ta jep dikush tjetër. Dhe këtë pushtet që ju dha nga dikush tjetër, nga Partia Socialiste dhe Edi Rama, ai pushtet u shpërbë. Dhe këtë e vullosi edhe shkarkimi i zotit Veliaj, që Edi Rama ja dha pushtetin, Edi Rama sërish e shkarkoi, mblodhi këshilltarët antarët e Këshillit Bashkiak, jo këshilltarët. Ta jap, ta marr. Dhe i kërkoi shkarkimin e zotit Veliaj. Megjithatë, shpresoj, pavarësisht se ne që të gjithë duam drejtësi. Dhe s'pak duhet që prokuroria e posaçme të na japë përgjigje për shumë afera që janë bërë në shumë nivele të qeverisjes, por edhe në nivelin e pushtetit vendor, që është teatri kombëtar, që janë fondet e rindërtimit, janë miliona, qindra miliona euro abuzime atje. Janë njerëzit të cilëve ju janë prishur shtëpit. Pra, jo për korrupsionin e vogël dhe këtë e presim nga SPAK. Por, më shumë domethënëse se sa burgosja e Erion Veliajt për nivelin e qytetarit është shkarkimi i zotit Erion Veliaj. Dhe besoj dhe shpresoj që qytetarët kur të votojnë në zgjedhjet e tjera, nëse dekretohen dhe i hap rrugë dhe gjykata kushtetuese nëse nuk do të ketë ankimim, të mendohen mirë se çfarë lloj politikani duhet të vi. Dhe jo një politikan që minimalisht ne do flasim pak edhe për sektorin e ndërtimit. Jo, do të kemi pikë më shohim sepse çmimi i banesave ka shkuar në sipërfaqet e lejeve të ndërtimit 6 mujorin e parë janë me 40% në rënje të lejeve të dhëna. Pra, do jemi te kjo edhe pse kompetencat e Bashkisë së Tiranës janë për një nivel më të ulët deri në 6 kate për dhënien e leje, sërish nuk kemi më atë intensitet të lejeve dhe të makinacionit, interesat e ndërtuesve të bizneseve të medjave. Por një fjali... Njëri nga avokatët e zotit Veliaj thotë që besoj do t'i drejtojë gjykatës kushtetuese, sepse për ndryshe zoti Veliaj do të kishte dhënë dorëheqje. Megjithatë thotë, ende nuk na është thënë që ne të bëjmë gati... Ende nuk kanë marrë urdhër, por ai ka bindjen e vetë
që do të ankimohet. Po pa e cituar avokatin. Jo nuk e citoj, besoj se po, do me thënë që do të ankimohet, ndryshe do të kishte edhe në dorëheqje. Po, njëri nga avokatët bën këtë lloj të konfirmim që ende që nuk është vendosur sa kohë që Veliaj duhet të jetë drejt ankimimit në gjykatën kushtetuese. Tani, zonja Kalaja, Veliaj ra, pavarësisht do tani vetë në gjykatën kushtetuese të gjitha, duket sikur Partia Demokratike ka një ngersh për të kandiduar për Tiranën. Tabaku dhe Ali Mehmeti, që priteshin të thoshin po, për kësë gjë, të dyje kanë refuzuar. Ma afër këtij refuzimi për mendimin tim, unë isha në kaluar me Telitin këtu, është Tabaku, i cila me një luftë shumë të madhe mori votat, shumë votat dhe tani ajo është deputete. Si mund e tani të hyjë në një luftë tjetër, kur me gjitha të luftë, pasi mbaron një luftë, të hyjë në një luftë tjetër. Dhe ka një të drejtë në këtë, mendoj unë, nuk dua të justifikoj asgjë. Po dhe ky tjetri pret që të ikë njëri, për shembull nga deputetët, dhe shkon në Ali Mehmeti. Ndoshta. Tani, pse ja u thashun këto? Nuk pranojnë këta të hyjnë në garë. Ju më keni konfirmuar që do të jeni kandidate. Keni kërkuar të jeni kandidate për Bashkinë e Tiranës. Okej, unë uroj që ju të jeni dhe ju them urime. Në qoftë se të fitoni, do me thënë, uroj të fitoni. Po, a ke biseduar me doktorin dhe të shmendon ai? Të jem njërë kandidate, se fillem Doktorit ja thatë këtë gjë, apo po ja thoni këtu nga ne? Jo, unë ja kam konfirmuar doktorit, po, nuk i kam thënë duat kandidoj, i kam thënë nëse Partia Demokratike dhe koalicion... Kështu thuetoj, partia ime, më dënon partia, thot partia, se pas të partia... Ja, më lejon e drejtë mund. Atëhere, unë i kam thënë, nëse Partia Demokratike apo koalicioni opozitar ka nevoj për emrin tim dhe kontributin tim, unë jam e gatshme të kandidoj. Për pos kësaj, kjo nuk është një risi e imja, nuk është se unë ngrita një ditë mbas lajmit që dha kryeministri për emrimin e kandidaturës për Tiranën, nga ana e Partisë Socialiste, po nëse rikthehemi pas në kohë, unë, zoti Rakipi, kam qenë kandidate në 2022 për primaret që janë organizuar në Partinë Demokratike, primaret të cilat i fitoi Belindi, dhe për cilën fakt është akoma i njëjti mandat, sepse primaret e vitit 2022 prodhuan kandidatin për zgjedhjet e majit të 2023-shit. Ndërkohë që dy fituesit e parë, pra si zoti Kolliçi, si zoti Ali Mehmeti, nuk kanë shprehur interes për të kandiduar, po kështu ndjes pas edhe zoti Bogdani, që ishte i treti në listë, ka ndruar jetë. Kështu që edhe në aspektin statutor të partisë, po edhe në aspektin moral, unë kam shfaqur ambicjet e mia, kam patur një program goxha gjithë përfshirës, pavarësisht se mediat afër pushtetit, po edhe konkurenca brenda partisë, u morën më shumë me tezën time të tritolit, se sa... Unë përgëzoj shumë edhe për fjallë se, por zakonisht, mua më ka ndodhur të dëgjoj që i thash kështu, i thash kështu, i thash dhe kështu, i thash kështu. Që tha ai se shumë rëndësishme, se unë di shumë raste që ai, të them dhe unë, pasi të tha i fjallet, them dhe unë që mendoj. Se kuptoj në një gjë unë tani, e kupton, kam qenë në shumë... Atere, a i tha, doktori tha, do të kemi në konsiderat dhe pas diskutimeve do të vendosim, sepse do bëhet diskutime edhe me drejtuesit e tjerë të Partisë Demokratike, besoj edhe me partit aleate, sepse në fakt mirë është në situatën ku ndodhet Tirana, në një moment shumë deciziv kur bashkohem me gjithë panelin që vlen më shumë produkti që është realizuar, me gjithë shkeljet që unë vetë thash që ka shkelje ligjore në shkarkim, po tek e fundit ne gjithë kemi qenë
për shkarkimin dhe dënimin e Erion Veliajt për ato që ka bërë, kështu që unë mendoj se është momenti më i mirë që edhe opozita të dali me një kandidat të përbashkët, por mendoj se është momenti më i mirë për të thyer këtë mentalitet që në fakt po e dëmton shumë shoqërinë shqiptare, që me Edi Ramën nuk fitohet dhe me Edi Ramën nuk mund të ketë zgjedhje të lëria të ndryshme. Nëse ti në fushat mund të krijosh një frymë pozitiviste, nuk je te pjesa, ti je një luftare me madhe se ta që në pjesa lartë e Partisë Demokratike. Por ata që jenë pjesa lartë, që majnë dhe vendimet, që doktorin kryet, në vendimet Shqipëri një i merë, aty i merë doktori, këte i merë Edi Rama, edhe 3-4-5 që janë partit vogla. Fatmiri për shembull, pa i ka pak veta. 4-5 veta, sa mund të ketë aty a 20-30 dhe me a i merë vendimet prapë. Edhe të tjerët që kemi në politikë. Por tani ka një problem. Ti si e kupton këtë gjë tani? Se ti ke thënë je shumë jashtë racionale. Partia Demokratike vijon të kontestoj zgjedhjet e 11 majit, i konteston, i quan të manipuluara farsë. Dhe nuk i njeh. Po tani si mund të hyjë në zgjedhjet të tjera tani kjo? Në fakt, kupton gjeti këtu? Jo, unë mendoj që kjo ishte edhe një nga momentet në fakt që e zgjodhi dhe Rama për ta bërë këtë gjë. Unë e shikoj si loj edhe të vetë Ramës, sepse po të shikoni ka një ndryshim drastik të situatës se në çdo rrethan, Edi Rama de facto është kryetari i Bashkisë Tiranë, por të mos thënë është kryetari i gjithë Bashkisë Madhe që është Shqipëria. Por Edi Rama zgjodhi momentin qoftë edhe më të vështirë për Partinë Demokratike mbas rezultatit të 11 majit, por edhe momentin për të shpallur zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, sepse fatkeqësisht në fakt, po ta shikosh, mbasi ka lançuar Edi Rama zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës, kur ka propozuar dhe kandidaturën, nuk është më se po diskutohet për zgjedhjet 11 majit. Se ti nuk je njeriu që duhet të thuash të gjëra, unë do kem në studio të ftuar të tjerë, gjithë ndoshta edhe doktorin, që të vijë të flasë, se ai mund të jap përgjigje më të rëndësishme Klodin në këtë pikë. Por pse s'vjen doktorit aty? Po si kam thënë tani unë. Si ka thënë fare. Të zgjedhjet nuk ishte edhe i pamundur pak, kështu. Ca gripra tjera që ishte edhe kohë griprash, por tani ai do vijë sigurisht. Flamuri do vijë, gjithë fola unë sot me Flamuri, e hën tjetër do vijë. Ka ardhur doktor, Flamuri ka ardhur, ka qenë te unë vazhdimisht doktori, po nuk ka qenë kohët e fundit. Po do vijë. Tani, duhet të themi një gjë tani se gjithmonë halli ishte aty që tani të zëm se doktori gjysmë ftohtë ta ka thënë këtë llavin. Do bisedojmë kështu. Por ta zëm se pranoj doktori dhe dole tjetër. Megjithëse sot ka dalë dhe Klevis Balliu. Është vetë afruar dhe ai dorëzon dhe mandatin. Nuk e kam dëgjuar. Dhe atë mund të kam frikë se mos të kalojnë këta Klevisin, sepse marrin një deputet e japin një tjetër që mund t'ju duhet. Këto janë llogari që i bëjnë gjithë secili. Unë bëj vetëm llogarit për pjesën time. Mirë, tani në llogaritë e tua. Edi Rama duket se ka marrë shumë seriozisht garën në Tiranë dhe drejtuese të fushatit do të jetë Belinda Balluku për ka caktuar artillerinë më të rëndë që ka. Pasi u mësua ky lajm akoma edhe më vështirë do të jetë për PD-n të gjej kandidat. Ti nuk e çan shumë kohën për këtë që është kjo përballë dhe kjo rëmben vota, lubis i thot doktori. Absolutisht, sepse unë siç e thash, unë vazhdoj të qëndroj parimin tim që politika para se gjithash duhet. Se do mundësh këtë oj. Nxire mos e hiq. Po do ta mund. Do mundësh këtë, jo manastirin, Manastir Liun. Do ta mund atë dhe do vi në zyrën tënde. Po t'ishte kaq e fuqishme kjo, Edi Rama vendos se këtë kryetare, kandidate për kryetare. Por Edi Rama... Si kandidate, ai? Po ajo s'vajti kandidate në Fier. Po në Fier i mori e beri gazin e shkret të fliste me vete. Po... Ajo i mori të gjitha. Ka shumë problematika ajo. Moj mund të ketë, po... Aktivitetit të saj. A i ke bërë llogarit tani se do dalësh përballë një njeriu që... I kam bërë llogarit, sepse i kam bërë llogarit me dinjitetin, me punën time, me integritetin moral dhe me atë çfarë unë mendoj, siç e thash, se jo vetëm që politika duhet përçoj moral tek zgjedhësit, po nga ana tjetër, nëse ti arrin të ngresh frymën, unë mendoj që nuk ka njeri që t'i blej zgjedhjet. Okej, nuk ka njeri t'i blej zgjedhjet. Fimo kjo të mund të mos i blejme, mund t'i marë
Dyti marrë kjo. Nuk i merë sepse... Se ju blerje, po thoni, po ka një problem, tani. Kale, që duhet i thoni tani, janë blerë këtu, është blerë kjo, është blerë kjo. Duhet të dalin gjëra konkrete në blerje. Ato i ka denoncuar Zoti Berisha në mënyrë sistematike dhe përpos kësaj edhe në raportet paraprake të OSBE-LDIR-it janë denoncuar me fakte dhe me prova. Unë uroj të më thyej pritshmëritë Partia Demokratike, por mendoj që nuk i ka strukturat e Tiranës gati për të hyrë në një garë për Bashkinë e Tiranës. Zoti Rama, me gjithë problematika që ka zonja Balluku, e akuzuar disa herë për vepra penale të korrupsionit, anatemuar nga Zoti Ahmetaj përmes intervistave nga Arratia, me disa drejtor kryesor të shkuar prapa hekurave, kemi Zotin Berberi të arrestuar, kemi po ashtu kreun e prokurimeve publike të pezulluar dhe në akuzë zyrtare, kemi zyrtarë të tjerë të Ministrisë të Infrastrukturës, të cilët janë gjithashtu në nënhetim apo të arrestuar, por pavarësisht këtyre problematikave që ka zonja Balluku, unë e shikoj atë si makinerinë elektorale të Edi Ramës të vendosur përballë opozitës në zgjedhjet e Tiranës. Që Partia Demokratike të marrë Bashkinë e Tiranës duhet të shbëjë dy gjëra. Një, patronazhimin, pra që është struktura më e sofistikuar për mbledhjen e votave në Tiranë, dhe që normalisht Zoti Rama duke patur njollën dhe barrën e madhe të lënë nga Zoti Veliaj, do të asinoj me çdo kusht Bashkinë e Tiranës, pra mund të dorëzoj të gjitha bashkitë e tjera të cilat kanë mbetur pa kryetar. Por Tiranën thuaj, por unë mendoj jetën e jep, Tiranën se jep. Po sepse Zoti Veliaj e ka lënë me një njollë aq të madhe, edhe për shkak të hetimeve të reja që janë për Bashkinë e Tiranës, që ka sa humbje Tiranës është rënë e Ramës. Ka dyshime të forta që mund të sjell edhe arrestime të radhës në bashki për zyrtar apo ish zyrtar të tjerë, do të thotë që Edi Ramës i lë një njollë shumë të madhe në gjithë jetën e vet politike. Kështu që në këtë aspekt, pa paragjykuar asnjë nga kandidatët, unë nuk e di kur do të jetë njeriu që do të jetë në garë përballë zonjës Marestiliu, mund të jetë zonja Kalaja, mund të jetë dikush tjetër. Këtë e vendos Partia Demokratike dhe nuk mund ta ludoj për sa kohë që nuk ka një kandidat zyrtar, por ama kemi patronazhimin, që është një strukturë e sofistikuar e marrjes së votës, e kërcënimit të qytetarëve për votën përmes vendeve të punësimit, e kërcënimit të qytetarëve për 1001 gjëra, premtimit për legalizime, premtimit për ndere dhe favore, dhe së dyti ka të bëj pikërisht me peshën e zonjës Manastiliu në Tiranë. Pse e them këtë gjë? Së pari shikoj një lidhje mes zonjës Manastiliu dhe zonjës Balluku, që mbështeten fort e njëra tjetra, të paktën në dy daljet e fundit që kanë patur me kryeministrin, dhe së dyti çfarë duhet vlerësuar ka të bëj pikërisht me faktin që zonja Manastiliu ishte një nga 3 drejtueset e qarkut të Tiranës në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, dhe në një farë mënyre pra 3 drejtueset politike, edhe pse unë mendoj që ka patur një makineri të blerjes së votës në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë, gjithsesi e retushuan ose e zvogluan shumë boshllokun që la Zoti Veliaj, sepse ju e dini shumë mirë që unë personalisht e kam konsideruar si një goditje për qarkun e Tiranës. Kështu që pa zhbërë këtë makinerinë e madhe, unë mendoj që Partia Demokratike është shumë larg të menduarit, ose më saktë është kapur gafil, nëse mund ta them në këtë mënyrë, për të garuar në zgjedhjet e reja për Bashkinë e Tiranës. Kështu e shoh unë, ndoshta mund të më thyen pritshmëritë, mund të kemi një kandidat që të dalë dhe ta marrë Bashkinë, por shanset për ta fituar janë shumë të pakta. Zonja Kalaja, tani të zëmë se ti shkove aty, doktorit ju mbush mendja, thot po, thret mëngjes ai aty, një mëngjes, hajde këtu thot, Kalaja, hajde thot. Edhe fillon të tani. Ke thënë që do të përdorësh detritor për kullat, se këtu Tirana është mbushur me kulla me gjëra. Tani çfarë do bësh ti këtu, në këtë vend? Po, Pa këtu s'ka ç'bet më shumë se ç'shber, po çfarë mund të shtosh? ai është një propozim i 2022-shit, që në fakt unë nuk i heq presje, pavarësisht se është keq kuptuar, dhe unë jam shprehur që Tritoli qoftë edhe në pikpamjen figurative, Metaforike e këti, se nuk po... patjetër, por edhe në rastet e... Të vend ti po e kape atë... Jo, patjetër, po... Po se këta nuk e dine, vendos aty dhe... Për kullat që janë ndërtuar me dokumentacion të falsifikuar, për kullat që nuk justifikojnë burimin e parave... Ai që i ka ndërtuar konform ligjit, le ta gëzoj. I gjithë ky diskutim, po të më kthehemi te kullat,
që për mua është gangrena më e madhe e Tiranës, në raport edhe po të shikonim sot denoncimet që kanë ardhur nga Italia në raport me krimin organizuar dhe pastrimin e produktit të veprave penale, ka qenë në fakt edhe tema kryesore e bisedimit të zotit Dumani, qoftë në Departamentin Amerikan të Shtetit, po qoftë me të ngarkuar me punë në ambasadën amerikane, sepse i gjithë pastrimi atyre produktit të veprave penale nëpërmjet ndërtimit të kullave, kalon në atë çfarë tha zonja Lala, jo vetëm në patronazhimin e votës, por edhe në blerjen e votës, duke mbajtur të pandryshuar pushtetin. Edhe vetë përfaqësuesit e OSB Oldirit thanë një gjë të tillë që krimi i organizuar nuk lejonte rotacionin politik. Zonja Kala, ka një problem shumë të madh. Për disa nga kullat në Tiranë thuhet që ka interesa të drejtë për drejta opozita. Si mund të pretendoni ju të rrëzoni këto kulla? Po kuptove që ka opozita si shtot Lori. Po pra, ka dyshime. Po ti rrëzosh të opozita? Ka dyshime se ky është problemi. Pra do shkoj një kandidate në garë, kur ka të dhëna, se kjo në fakt duhet t'i konfirmoj prokuroria. Ka të dhëna që ka interesa të drejtë për drejta. Atëre mund të më dëmtoj kjo deklaratë. Mund të dëmtoj zonja Lala. Më mirë thuaj më vonë. Jo. Se të dëmton të Unë nuk ndryshoj nga parimet. Atëre, unë nuk ndryshoj nga parimet e mia. Unë nëse parimin e parë, si që thash, është që politika duhet përçoj moral, parimi i dytë i imi, qoftë për zonjën Lala, qoftë për çdo që dëgjon, është që krimi dhe korrupsioni nuk ka ngjyrë. Pra shumë dakord. Ju nesër do t'jeni për një moment po e marrë mirë qenë që ju jeni kryetarja e re e Bashkisë së Tiranës. Do kem të njëjtin. Çfarë do bëhet me kullat që pushohet se i zotrojnë njerëz interesa apo të gjithë opozitën, është shumë e thjeshtë. Unë po e deklaroj, zonja Lala do kem të njëjtin qendrim. Sepse unë nuk duhet ta thot prokuroria, pra ka dyshime dhe janë ngritur dyshime, sikurse janë dhe oligarkë të lidhur me qeverisjen dhe këtu nuk ka pikën e dyshimit. Dhe këtë po them që do kem të njëjtin qëndrim me ato që kam thënë dhe po them në këtë studio. Zero tolerancë mbi dërtimet me para të pista, zero tolerancë për ndërtimin e kullave bazuar në paratë e krimit organizuar, si burimi kryesor për blerjen dhe manipulimin. Sepse ka një gjë, në fakt, për kullat i ka kryetari të këtos që është kryeministri dhe si do ta luftoni ju, duke qenë se nuk është se ka shumë instrumenta në dorë. Agjencitë për parandalimin dhe pastrimin e parave i ka pushteti qendror. Fillimisht unë do zbatoj kompetencat që mjeftin ligji. Pra, unë nuk mund të futem në kompetencat që ka kryeministri në rolin e kryetarit të rregullimit të territorit. Por gjëja e parë që do bëj me nëse nesër unë do t'jem kryetare e Bashkisë Tiranë, është një auditim i plot i të gjithë lejeve të ndërtimit që kanë dalë nga Bashkia Tiranë. Pra, në aspektin administrativ, jo në aspektin e parave të pista dhe të krimit, se nuk i keni instrumenta se si t'i auditon. Pa tjetër, dhe vetë Bashkia e Tiranës do vënë lëvizje qoftë agjensinë e pastrimit parave, qoftë dhe me kallëzime respektive në organin procedus. Sa po i vure një minus kandidimit? Mund t'i bëjt 2 pyetje zonjës Kalaja? 2 pyetje po do përgjigjesh shkurt sepse kemi edhe 3 pika tjera. Patjetër. Se pastaj kemi politikisht. Ju thoni që mund të jeni të nesërmen kandidate përballë zonjës Manastiriu për Bashkinë e Tiranës. Na jep 3 pikat kryesore të programit tënd. Tirana vuan ujin, nuk ka, është premtuar nga socialistët nga 2013, 2013 erdhën, po deri tani. Dhe po e premton sot sërish zoti Rama. Ka betonizim tërësisht Tirana pa qerdhe, pa kopshte, me problematika me rrugët e tjerë me radhë, dhe së treti është çështja e mbetjeve. Incineratori i Tiranës është drama më e madhe që ka ndodhur kryeqytetit. Tani nuk po të pyes për program, na thuaj nesër si kandidate dhe si kryetare Bashkisë në uroj të shkosh. Si do të zgjidhesh këto 3 problematika? Në fakt këto edhe sidomos pjesën e do ta vresim program ne këtë po e la doktori. Jo, edhe pjesën e po se la doktori tani na flet kodën. Jo, edhe pjesën e trafikut dhe të transportit brenda qytetit ka qenë një nga
pikat e programit tim në 2022, që normal nëse nesër unë do Jam ganditoj, dakord tani ti do vish për programin këtu, se kjo të sfuti në program ty. Po ai po të futi për kandidatet. Hajde thuaj program sa duash unë. Zonja Lala ka shumë të drejtë, sepse nëse ne kërkojmë si Parti Demokratike dhe parti opozitare që të paraqesim një alternativë fituse, ne duhet prekim problemet kryesore të qytetit. Dhe në fakt është fatkeqësi që Tirana në 2025-ën duhet presi një program se si do zgjidhej çështja e ujit, kur dua t'i kujtoj publikun të fakt që edhe zoti Rama dje dhe pardje që ka ngritë shqetësimin e ujit, sepse tani u kujtua mbas 12 vjetëve, sikur ka ardhur dje në pushtet, vetë Bashkia Tiranë ka konsumuar një projekt prej 200 milion eurosh në lidhje me ujin e pishëm dhe nuk kemi asnjë rezultat. Por është ai patronazhimi që tha zonja Lala, qoftë tek ujësillës kanalizime, qoftë edhe tek ndërmarrje të tjera në varësi të bashkisë, të cilat në fakt nuk kanë sjell asnjë dobi, asnjë punë të mirë për Tiranën, sepse janë po këto kulla që janë bërë në prona publike, aty ku ndërtohej një shkollë, aty ku ndërtohej një fushë sportive, aty ku ndërtohej një park, dhe prandaj i them që vetë ligji e parashikon që nëse një ndërtesë e lartë është ndërtuar në kundërshtim me ligjin, nuk e se si e shumë me fadron. Të thonë për shembull që Mali Dajtit ose kjo të ekspozita ka pjesë dore dhe opozita, ç'a do bësh ti? Thash, unë nuk ndryshoj qëndrimin tim, absolutisht jo. Nuk ndryshon të... Mund të vi keq. Po të thonë Mali Dajtit ose ka duar opozita në kull, ose te ish ekspozita, kjo Dakor, do mbaj që... Ja i erdi me premtimi që... Do t'i Velia i ta nuk ndërtoj fare. As një centimetër beton. Tani jemi po këtu dhe... Jemi po te bashkia dhe... Unë mendoj se për 8 vite kam dhënë provën që të paktën mund të kem gabime në vijën time që kam ndjekur, po e kam ndjekur me konsekuencë vijën time. Ti qartë e ke patë, për partinë ti të ke të vrisje të drejten. Për partinë ti edhe për doktorin. Po prapë e kam unë. Edhe je pjetën për partinë, edhe për doktorin. Për partinë, për doktorin. Edhe prandaj po sakrifikoj që të futem në garë. Asë njeri se je pjetën aty, se ikin ata, i ke parë, 3 muaj ikin me lullin, dhe një lull tjetër, do ikin 3 muaj me lullin ata. Aty për partinë dhe për doktorin, vetëm ti e për jetën. Ti dhe 4-5 dhe Flamuri dhe 3-4 tjerë. Nuk e njeri tjetër aty. Tani, vijon gjyqi i drejtorit 5 dhe Belind Këlliqi, Lala dhe do të më shtoj një gjë, përveç Lalës edhe Ola, se më keni thënë vazhdimisht që ka dhe fraksionet të tjera dosjave liaj, që nuk janë bashkuar ose do t'i bashkohen. Tani, Belind Këlliqi... Sa po të zoti Rakipi që janë të tjera në bashkinë e Tiranës që poetohen. Belind Këlliqi, pse është thirur sot në gjyq që po zhvillohet për drejtori bashkisë, që po ndodh me këtë proces? A është Velia këtu te kjo? Jo, nuk është pra, janë vetëm ish drejtorët e bashkisë të Tiranës, që janë 3 më kryesorë, që është Ridi Molla, Mari Glen Qato dhe Taulan Tusha, më pas janë edhe disa zyrtarë tjerë. Zoti Këlliqi është pyetur sot në cilësinë e dëshmitarit dhe të kallëzuesit, sepse është personi i cili ka kallëzuar, ka patur debate tashpra në seancë ditën e sotme, sepse zoti Këlliqi është kërkuar nga ana e avokatëve të tregonte burimin e informacionit dhe mënyrën se si ai kishte hartuar kallëzimin për aferën 5D. Ka patur në adresë të zotit Këlliqi edhe pyetje me natyrë politike dhe njëra nga pyetje që çoi edhe në gjobitjen e njërit për avokatëve kishte të bënte pikërisht me faktin që ai u drejtohej zotit Këlliqit dhe i tha që a do të garoni sërish për sa kohë nuk e keni Ridi Mollën për t'ju vjedhur votat. Pra në një farë mënyrë ishte një pyetje ironike dhe gjykata nuk e lejoi zotin Këlliqit përgjigjej, por po ashtu gjobiti avokatin për thyrjet etikës dhe solemnitetit të gjykimit. Por gjithë ideja dhe është paka shumë si rasti i Erion Veliajt me Nesti Angonin, gjithë tentativa avokatëve nuk ishte në fakt për të zbardhur procesin dhe për të marrë vesh të vërtetën, por me sa u kuptua edhe ato çfarë tha zoti Këlliqi jashtë seancës gjyqësore, kishte të bënte pikërisht me faktin, ata ishin të interesuar më shumë se sa procesin vetveta apo prova dhe fakti ishin të interesuar se kush ishte njeriu që i kishte spionuar te Belind Këlliqi. Zoti Këlliqi tha që më ka ardhur një denoncim anonim, këtë denoncim anonim sepse ne jo të gjithë gazetarët ishin brenda për sa kohë që kishin. Domethënë ata më shumë donin spionin se sa ata kërkonin më shumë spionin se sa provën apo faktin që mund të ndihmonte klientët e tyre.
jo të gjithë gazetarët e kemi ndjekur për shkak se paralelisht kishim edhe procesin e zotit Meta, por ideja ishte që avokatët ishin shumë të interesuar të gjeni njeriun që i kishte spionuar te Belind Këlliqi. Ditën e sotme ishte thirrur dhe ish-ministri Arbian Mazniku për të dëshmuar. Zoti Mazniku nuk u paraqit në seancën e sotme, kështu që seancën e radhës në saj nuk paraqitet, më pas gjykata urdhëron shoqërimin e tij të detyrueshëm, sepse deri në 3 herë mos gabojmë Mazniku përse është thirrur aty? Sepse dhe zoti Mazniku rezulton që është pyetur për aferën 5D, është një fraksion i ndarë ku po hetohet për një lokal të zotit Mazniku ose të bashkëlidhur me interesa për shkak të familjes në zonën e Pazarit të Ri. Kështu që zoti Mazniku në rastin e Nuk janë Mazniku, këta janë 5D-ja. Edhe Maznikun po e patët e nxirrjet. Atëherë, në rastin e ish-drejtorëve është dëshmitar, sepse më herët është pyetur si deklarues, por ka një fraksion tjetër që është duke u hetuar po për aferën 5D dhe që ka të bëjë me disa të dhëna me një lokal, ka investiguar edhe Birni në atë kohë me një lokal që zoti Mazniku ka në mos gabohem tek Pazari i Ri. Kështu që në këtë rast është dëshmitar, në rastin tjetër nuk mund them që është personën e tim, po hetohet rreth aktivitetit të zotit Mazniku. A ka shpërstuar përfundimisht Velia nga 5D? Edhe njerë, ti e the që ka një pjesë shtese tjetër dhe mund dalin këto problematika, dosja të rritet të bëhet më voluminoze, po realisht nga kjo që është një aferë rëndësishme, kupton? Dhe më rëndësishme aty duhet të jetë njeriu drejtues, nëse ti nuk i ke parë që ndodh aty, që atëherë nuk ekziston fare. Që ndodh brenda radhëve të tua, të njerëz të rëndësishëm të tut. Apo jo? Këtu i bie që të bëj një parashikim të çfarë mund të gjej Spaku apo çfarë ka gjetur Spaku. Megjithatë, nuk Jo, çfarë është normale të gjendet, e kupton se po t'ja thuash një njeriu tani është një lloj si të më thuash mua që unë nuk di gjë ndodh në shtëpinë time. Po këtë e kemi thënë për zotin Velia, ajo çfarë unë të konfirmoj si gazetari që mbulohet të institucion, Ola, nëse më lejo me një fjali, ka një hetim tjetër për tendrat në Bashkinë e Tiranës. Kështu që për shkak të afateve duhet shumë shpejt të ketë edhe një vendimarrje nga prokurorët. Megjithatë do duhet presim sepse firmën në fund fare e hedhin prokurorët, nuk e hedhin gazetarët, por është një hetim që ka të bëjë me tendrat në Bashkinë e Tiranës. Në fund fare e hedhe dhe gjykata dhe ne kemi parë në çështjen 5D që një nga gjykatësit e masës së sigurisë i ka kërkuar prokurorit të çështjes që të shohë dhe përgjegjësitë e zotit Veliaj si titullari i autoritetit kontraktor që ka lidhur kontratën në disa raste me kompaninë 5D. Dhe në këtë rast nuk është se është gjetur kjo lidhje apo të hetohet shkelja e Erion Veliajt si titullar që ka lidhur kontratën, ndërkohë që janë marrë të pandehur persona të tjerë që kanë firmosur në cilësinë e antarëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave apo të njësisë së prokurimit për hartimin e dokumentave të tenderit. Po nuk e pak fjalë. Dhe nuk është vetëm zoti Veliaj që është zgjedhur të mos shihen përgjegjësitë që janë bërë në aferën 5D. Janë dhe shumë drejtues të tjerë që dalin me emra, dalin në komunikime dhe që nuk kanë hetuar. Titullari i firmës ka qenë Arbian Mazniku në fakt. Praktikisht në disa raste, në 2 raste në mos gaboj. Por, mbase përgjegjësia ka qenë që po të hetohej çdo shkelje që ka bërë institucioni në dhënien e tendereve të aferës 5D, i bie të merrte të pandehur të gjithë punojësit e Bashkisë së Tiranës. Shiko, ajo ka një, do të sepse pse afera 5D është trajtuar të paktën në mënyrë se si po e ndjek prokuroria dhe unë e shoh nga pikpamja administrative, unë nuk jam jurist, por nga pikpamja administrative përgjegjësi për gjithë aktivitetin e kryerjes së shpenzimeve të fondit publik është ai që mban vullën, ai që populli i ka dhënë votën për të qenë përgjegjës, sepse në fund fare të qenë kryetari i bashkisë nuk është vetëm privilegji të vajtur në ato zyre, të pasur makinë apo të pasur gjithë gjërat e tjera që të ofron pushteti, është përgjegjësi në radhë të parë. Dhe përgjegjësia e parë fare që ka një person publik i zgjedhur është përgjegjësia mbi parat. Është gjëja e parë fare. Praktike përgjegjësi mbi parat. Njeriu që kemi zgjedhur ne për të administruar paratë e buxhetit të bashkisë tonë, pra ne i derdhim taksat, i japim lekët. Kujt ja japim? Në fletën e votimit nuk kam parë as Redi Molla, as Marin Gleqato, as nuk i di fare këta. Unë kam parë Erion Veliaj. Dhe kam thonë, okej, Erion Veliaj ky të marrit dhe të administroj paratë e mia. Prandaj prokuroria këtë pjesë të përgjegjësisë administrative nuk mund ta bësh zero, sepse në fund fare
Redi Molla dhe Marilyn Qato, apo njërin apo tjetrin, i vë ai se do. A është do kryetarbashkia ka drejt të organizojë bashkinë në një formë caktuar. Do të bëj një drejtori, do të bëj 2 drejtori, do të bëj 7 drejtori, bën 5 drejtori. Pra, nuk ka rëndësi se sa drejtori dhe kë vendos ti. E rëndësishme është që në fund fare ne të kemi të ngarkuar ty si person përgjegjës. Prandaj unë e shoh me shumë dyshim të faktin e të lënurit të jashtë, po si mund ta lësh ti jashtë atë? Qa po themi këtu që këta pas kanë gënjur Erionin sepse në qoftë se Erioni është personi që ka firmos kontratat, siç e do ligji e siç e kërkon ligji. Personi që është përgjegjës për çuarjen përpara, për firmosjen e parave, sepse ne kemi edhe moment e pagesave. Janë kontrolluar ato situacionet që janë për pagesa, apo jo? Se ka vajt pagesa nga thesari, ka vajt me situacion, të situacionin të pagesën e firmos, situacionin e firmos kryetari bashkisë. Pra në fund fare, përgjegjësit i shkojnë drejt për drejt përgjegjësit që ne kemi zgjedhur për të qenë përgjegjës. Dhe ti s'mund ta shpërjashtosh nga pikpamja teknike, thua ti shikoj kanë fajin këta që kanë gënjur, nuk e kanë gënjur ata. Ata e kanë thënë vërtetën. Ky e ka pranuar vërtetën siç e kanë thënë ata dhe kanë tani ata po paguajnë ky pori. Regjia më ndihmon që pjesën e parafundit ta kalojmë të fundit, por jo të fundit për nga rëndësia, për t'i dhënë më shumë prioritet çmimet e banesave në stratosferë dhe më kalon s'pak me të pandehur Erion i saj. Të jemi shkurt të kjo moment, me të pandehur Erion i saj në Lala, dhe pas e kalojmë në një moment tjetër shumë të rëndësishëm. Tani dhe një fjali për zotin. Kanë mbetur bosh dhe kanë ikur shumë lart. Tani mbetemi te Erion i saj. Ç'është ka marrë zyrtarisht pandehur kryebashkiaku në Kolonjë, Erion i saj. Për çfarë akuzohet i saj? Tani vetëm një moment, zoti Rakipi. Kemi një detaj shumë interesant që zoti Veliaj ndërkohë që duhet të jepet afati 15 ditor për ankimimin gjykatë kushtetuese për vendimin e shkarkimit. I ke një sekondë në të njëjtën kohë ka dere pa strish. Në të njëjtën kohë ka edhe në gjykatën e lartë. Dhe zoti Veliaj me avokatët e tij janë duke, ose më saktë do të përdorin pikërisht argumentin nëse shkarkimi do të mbetet në fuqi si një masë lehtësuese për lirimin nga paraburgimi. Pra, duke pretenduar që nuk përbën rrezik për prishjen e provave për sa kohë që nuk hynë në... Pra, thjesht kërkon lirimin. Në një farë mënyre, shkarkimi mund të shfrytëzohet nga zoti Veliaj. Një thashethem që ka dalë, ka goxha kohë që ka dalë? Jo, nuk është thashethem. Flas për një datë... Tani nuk është më thashethem. Ishte thashethem. Ishte thashethem. Veliaj mund të shfrytëzohet sepse jo subjekt, por është subjekti SPAK, pavarësisht largimit. Jo, SPAK-u heton për vepra penale që ke konfirmuar ku ke pasur funksionin. Pra ti mund shkarkohesh, po është kjo që thot Klodiana që në moment që ti nuk ke më funksion, ti s'ke as rrezik të prishësh të fshesh provat, as të intimidosh dëshmitarët. Po mirë me Ilir Metën pse s'është bërë kjo pse? Po sepse me Ilir Metën tash ne e themi që është gjyq politik. Sepse është kryetari i partisë, zoti Rakipi, dhe kthehet në zyrën e kryetarit të partisë. Atëre, zoti Veliaj si i shkarkuar mund të kthehet maksimumin në shtëpinë e vet. Fare pak minuta për zotin i saj. Shkurtimisht është një çështje nisur në 2023 mbi bazën e 2 faktorëve. Njëri prej cilëve është një avokat Esmerald Gjafa dhe ndërkohë është edhe një person tjetër, një inxhinier që ka bërë kallëzim për rrugën Korçë-Ersek dhe ka të bëjë me problematikat që kjo rrugë ka patur sepse është shembur disa herë dhe ka patur, domethënë rritje të kostove dhe të tjera me radhë. Zoti i saj akuzohet për veprën penale të shkeljes së barazisë në tendere, janë marrë të pandehur edhe 7 zyrtar dhe një përfaqësues i kompanisë që ka fituar tenderin. Bëhet fjalë për 2 procedura tenderuese, njëra ka të bëjë me rrugën Korçë-Ersek, që dyshohet se janë bërë dokumenta në favor të kompanisë fituese dhe tjetra ka të bëjë me rehabilitimin e një ujësiesi në zonën e Korçës. Por kjo çështje është thjesht pjesa e parë, sepse pjesa e dytë, pra duke qenë se përfundonin afate dhe parashkruaj vepra penale, për këtë arsye zoti i saj është marrë i pandehur dhe është komunikuar zyrtarisht të martën bashkë me personat e tjerë, ndërkohë që pjesa tjetër që ka të bëjë me shpërdorimin e detyrës, falsifikimin e dokumentave dhe disa dyshime për veprën penale të korrupsionit janë veçuar dhe hetimi për këtë pjesë është duke vijuar. Pra pa shumë kjo është ideja, nëse do të citoj, aty ka edhe komunikime. Në momentin që zoti i saj është marrë në pyetje dhe janë marrë celularët e varësve të tij dhe antarëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, njëra nga zonja që është varëse e zotit i saj ka komunikime me të që flet pikërisht për mënyrën se si formulohen dokumentat, aktet e tjera me radhë. Po janë komunikime në pamje të parë, komunikime mes 2 zyrtarëve që flasin për dokumentat, por kur janë analizuar
në raport me provat e tjera dhe në raport me procedurat tenderuese, sipas prokurorëve ka patur paracaktim të fituesit të tenderave. Pra kjo është pak a shumë e gjithë situata me zotin Isaj. Ola, kena një gjete? Pano? Okej, atëre, kalem një moment shumë të rëndësishëm besoj. Ajo që bën përshtypje është që kudo vidhet. Kjo Edhe në zonat e vogla. Ky është koment. Si të jetë buxheti i madh, si të jetë i Shumë vogël. kurios jam sa ishim vlerat e tenderave. Nëse 200.000 euro i njëri tender. Ajo është e lartë, ajo e rrugës... O jo, në Korçërsek ka autoritet kontraktor, Kjo rruga ka që qenë bie- autoriteti kjo rrugor rruga që shqiptar, bie nuk ka vazhdimisht. qenë bashkia e Ersekës, kështu që nuk e di përgjegjësinë që ka pasur si kryetar bashkie. Mos ka pasur në rrugë dytore. Është procedurë e prokurimit për projektin me objekt ndërtimi rrugës Korçërsek loti i dytë, procedura e prokurimit me objekt supervizim punimesh për ndërtimin e rrugës Korçërsek dhe procedura e prokurimit për ndërtimin e yjselësit Ersek dhe disa fshatrave faza e dytë nga burimet e Kozelit. Dhe po ashtu është një tjetër që ka të bëjë pikërisht me punimet dhe ndërtimin e ujësjellësit Ersek dhe disa fshatrave që është faza e dytë. Pra këto janë tendrat që janë listuar. Por që nuk është janë vlera të jashtëzakonshme. Ka për secilën, po është një dosje që mund ta kaloj dhe të... Sepse dohet të përmendja këtë fakt, domethënë që ajo që shikon me shumë dëshpërim është fakti që tashmë korrupsioni mund të quhet pjesë organike e trupit funksional Se kapilare është trirë në çdo qeli. Ti e shikon edhe te shifrat, jo vetëm te këto shifrat e mëdha që dëgjojmë Tiranë, 6 milion, 15 milion, 20 milion. Po ti e shikon edhe tendera që shkojnë 10 milion lek, 7 milion lek. Rushin dhe piqet. Domethënë, kjo tregon kapilaritetin dhe problemi i madh që është se tashmë nuk është më thjesht vetëm pjesa e madhe politikës ajo që është infektuar nga virusi i korrupsionit, po duket sikur tashmë është bërë një problem sistemik për gjithë shoqërinë shqiptare. Dhe ky është plaka më e madhe që. Atëherë, kalojmë te një moment mjaft i rëndësishëm të thosha. Duhet të vazhdimisht unë në emisionin tim në nënvizoj kur kemi problematika shumë të rëndësishme, nuk kemi një interes të mirë të publikut. Do shta ne jemi një popull, po edhe unë që po ju flasë tu, po edhe ne që jemi në studio, edhe të gjithë, jemi një popull pak i çuditshëm. Për gjërat që godasin më shumë, vrasin më shumë, varfërojnë më shumë, shkatrojnë më shumë, ne nuk ndjejmë shumë. Nga na vjen kjo, unë nuk di ta them mirë, po ndoshta e shkuara jone të gjitha, ose po të vini re, për shembull, mediat më të rëndësishme të vendit merren për shembull me shfaqje televizive të tilla që me elmojnë njeriu, e kupton që edhe po jo se duan ta elmojnë ata, po i pëlqen kësaj popullsisë tonë, na pëlqen shumë për shembull filmat e Turqisë ose gjëra plotë ditë. Po të themi një problem të rëndësishëm, shumë të rëndësishëm, që ka të bëjë me jetën e përditshme, me ekonominë, me financat, e më thosë se kjo është kjo punë. Po të shohësh nga vendimet e qeverisë sot, atje mua ajo që mu duk lajm është që një kredi në sektorin e energjisë garantohet nga shteti dhe ne na rritet borxhi publik dhe praktikisht i bie të paguajmë 2 herë çmimin e energjisë elektrike që blejmë si mall. Ndërkohë që lajmi që dominoi ishte kush u bë zëvendës ministër e mbrëmshme dhe si iku nga një parti dhe edhe unë e kam atë, po e kam lënë për te pjesa politike. E kam Jo, kush dominoi dominoi xhepi i qytetarit, por kush ka nisur punë ku? Çmimet e banesave në stratosferë. Fakt, kur çmimet e banesave kanë shkuar në stratosferë, çmimet frikshme, pa imagjinueshme, shumë banesa, shumë graçele në shumë ndërtime, janë pothuajse bosh, mbas statistikave zyrtare. Ola, Shqipëria rezulton vendi i dytë në Evropë për rritjen e çmimeve të banesave. Është një indeks i përvitshëm që bën një nga kompanitë më të mëdha Big Four të auditimit. Ju lutem kontrolloni të mos ketë dhe për herë të parë indeksin e pronave dhe të vijojmë ne. Dhe se kemi dhe pak minutat, mos vi njëri aty. Dhe për herë të parë, në vitin 2025, ishte përfshirë edhe Shqipëria, e cila rezulton e dyta sa i takon në rritjes më të lartë në përqindje të çmimit të banesave pas Polonisë. Si kryeqytet, i dyti renditet Tirana, pas Jeruzalemit, ndërsa si qytete, pas Jeruzalemit dhe Krakovit në Poloni, renditet Tirana dhe më pas Vlora.
Çmimi mesatar i banesave në rang vendi ka shkuar 1.620 euro. Shifrat për rritje në nivel 35%, afro 40%, i ka miratuar së fundi dje u publikua dhe raporti stabilitetit financiar që shoqëroi me indeksin Fisher, edhe Banka e Shqipërisë, dhe që nga viti 2013 deri në vitin 2025, po të shohim se si kanë lëvizur çmimet në krye qytet, ne mund të themi që kemi dy fishim, pra një rritje me 200%, ndërkohë që në disa zona kemi edhe 3 deri në 5 fishim. Sepse po të shohim me çfarë çmimesh po shiten në disa kulla ku nuk është hapur as gropa, por është vetëm ajo letra e lejes së ndërtimit në kryeqytet, shitet me çmime 7 deri në 10.000 euro për metër katror, që praktikisht janë të papërballueshme. Tani çfarë do të thonë këto çmime? 1. Sa është rritur paga mesatare në Shqipëri? A është dyfishuar? Jo. Sa është rritur niveli pensionit në Shqipëri? A është dyfishuar? Një shproporcion është një shproporcion i madh. Përveç rritjes raport të zhdrejtë totalisht. Është shtrentuar dhe çmimi i qiras, pra edhe kosto e qiras ka shkuar 500 deri në 800 euro, po t'i referohemi sërish indeksi për kryeqytetin. Pra, ne kemi një rritje ekonomike e cila nëse është reale, nuk është përndarë në mënyrë të barabartë dhe ka prodhuar rritje artificiale të çmimeve, por e ka bërë koston e jetesës së papërballueshme. Pra, nëse rritja e çmimit të banesave do ishte si rezultate i rritjes së zhvillimit ekonomik, atëherë ne do të kishim koston e këtyre banesave të përballueshme për gjithë. Në fakt ka ndodhur deformim. Ose nuk ka patur rritje reale, ose shpërndarja e rritjes ekonomike ka qenë e pabarabartë dhe na është kthyer në një krizë sociale. Kjo është kryesorja, strehimi si problem sot në Shqipëri. Domethënë, sa vende regjistruan, jo, rritje, Shqipëria në vend dytë në Evropë, kjo është e çuditshme. Pra, rritje dyshifrore, në përqindje dyshifrore, vetëm 10 vende në Europë regjistruan. Shqipëria e dyta, e para kush është? Po, i pari është Jeruzalemi, mos harrojmë kontekstin, ka luftë. Edhe Krakowi dhe në Poloni ka patur komunikime me disa gazetarë polak që janë të interesuar me atë që po ndodh me çmimet në Shqipëri, sepse dhe në Poloni ka ndodhur një njëjti efekt dhe atje mendohet që problem janë paratë pista dhe ekonomia gri. Po ulje çmimesh në Evropë? Ulje çmimesh ka patur për disa vende, madje në rajon me një përqindje shumë të vogël ka patur ulje çmime në mos gaboj 0.4% Serbia ka patur ulje të çmimeve, ndërkohë që në Turqi ka patur rënje të çmimeve me 12%. Tani, pra, Helsinki ka patur një rënje të lehtë, Berlini edhe Parisi ka patur, edhe Luksemburgu ka patur, si qytete, jo si shtete. Sot lexova një statistik të Bankës Shqipërisë, vetëm për 6 mujorin e parë të 2025-ës, 253 milion euro janë investuar nga të huajt për të blerë apartamente në Shqipëri. Është në Bregdet kjo, përgjithsisht. 253 milion euro. Sa, çka ndikuar në rritjen e çmimeve në Shqipëri, Soko, si e mendon ti? Shiko, unë dua të ta bëj më të thjeshtë. Mua dhe ty nuk na duhet fare sepse ai ndërtuesi aty vendos të rritë çmimin. Pra, një ndërtues në ekonominë e tregut të lirë që ne kemi zgjedhur që të jetojmë, bën vetë me çmimet e veta si do qefi. Siç bën edhe, pronari një lokali, një bari. E vendos kafen sa mendon ai se i duhet atij. Ndërtuesi vendos çmimin sa mendon ai. Unë nuk dua ta di fare. Ndoshta është për shkak të rritjes kostove. Ndoshta janë rritur taksat. Ndoshta ai do të rrisi fitimin e vet. Ndoshta përdor materiale më të mira. Nuk e di fare dhe nuk më duhet ta di. Ajo që më duhet të di mua dhe që më prish shumë punë mua është kush i blen këto çmimet e shtrenjta. Ola thot rritja ekonomike dhe unë po të bëj një analogji shumë të lehtë për të kuptuar se sa paradoksale është situata në ndërtim. Shiko, paratë e pistat e keshave. Po. Jo, për të parë paradoksin. Po. Shqipëria nga viti 2015 deri më sot është rritur me kemi pasi GDP diku te 11 miliard euro, për qytetarët 11 lek e kemi pas GDP-ne.
Sot e kemi GDP 26 lek. Ka që kemi GDP? 15 lek në ashrit GDP-a. Në të njëjtën periudhë, ne kemi dhënë 17 milion metër katror leje ndërtimi. Në Shqipëri janë 17 milion metër katror leje ndërtimi. Me një çmim të mesatarizuar në vite dhe në rajon, për 1.200 eurosh, i mesatarizuar, që ka dhe 5.000 euro, ka 6.000 euro. Me 1.200 euro janë 20 miliard euro. Shtesë ndërtimi. Ne rritjen ekonomike kemi pasur 50 miliard. Pyetja juaj është kush i ka Unë po them, jo, dhe sikur mos kemi ngrënë fare. Ajo GDP-a e një viti. Po ta pjesëtosh në 10 ditë pasaj të bie 2 miliard edhe të bie që kontributi sektorit të ndërtimit është afro 20% e GDP-s që prapë shumë. Po ta kombinosh dhe me turizmin dhe me të tjerat që prapë janë të mbështeturat e ndërtimit. Ne sikur mos kemi ngrënë, mos kemi pas fare as turizëm, as bujqësi, as prodhim, as çdo gjë ta kemi bërë vetëm ndërtim. Vetëm ndërtim, mos rjetritur, as turizmi, as i që arritur. Turizmi është me gati 3 miliard euro. Po, sigurisht, po. Bujqësia me 1 miliard, pavarësisht se më pak se turizmi, po shritur. Pra ka ngrënë këto hallkat e tjera të shoqërisë. Sikur mos kemi përdor fare lek për këto tjerat, nes na dalin lekët e rritjes tonë ekonomike për të përballuar gjithë të lekë ndërtimi kemi dhënë. Dhe unë pyes, këto lekët që nuk erdhën nga kjo ekonomia e bardhë, nga kanë ardhur? Dëmi më i madh që shkaktuar e dini zoti Rakipi që sot një çift i ri me pagën mesatare sot në Shqipëri e ka të pamundur, sidomos dhe me kushtet e reja të kreditimit të Bankës së Shqipërisë, e ka gati të pamundur të shkojë te dera e bankës. Nuk e afron banka fare. Nuk e afron banka fare. Me pagën mesatare sot, pra një çift i ri me pagë mesatare neto, çfarë fut në xhep? 700.000 lek, se aq është paga mesatare, 720.000 lek është paga mesatare. Edhe 800. 1.400.000 lek marrin të dy bashkë ata. Banka tani ka një klauzol, thot, kur ti jetë çift i ri kështu, thot, unë të quaj, thot, se ju jeni sot 2, thot, po do bëni fëmijë nesër. Edhe pastaj do bëni 2 fëmijë. Unë të quaj për mua, thot, se ti do hash bukë herë. Do hash bukë, do plotësosh nevoja, do bësh, pastaj do mendosh për këstin tim. Dhe që unë ta mendoj këtë që tani, që sot, se ty të zënë halët para, bankat të quan vetëm 20-30% të ardhurave për këst. Pra që i bie diku dhe 400.000 lek. Maksimumi të quan bankat. Qa do blesh me 400.000? 400.000 lek këst, ti do 60 vjetë për blej një shtëpi me këtë çmim që është. Pra, ky biznes financohet nga? Një sekund. Një çift i ri i duhen mesatarisht 63 vjetë, 63 vjetë. Tani banka thotë të gjë. Unë ta jap ty kredin për 63 vjetë, thot, po kam frikë se nuk jeton ai shumë. Se 3 vjetë je, edhe ma le kredin në mesi, thot banka. E kuptoni se qa paradoksi madhe është ky vend? Dhe thejmë pastaj pse ikin të rinj. Një nga absurditet më mëdha të botës. Është absurditeti më i madh. Dala kishe gjë përshtuar këtu. Ne nuk e provojmë dot me çfarë lekësh na vijnë. Nuk e provojmë dot me çfarë lekësh na vijnë. Ne kemi sot nivelin më të lartë të keshit. Ekonomisë kesh. Që na vjen nga burime që nuk i dim se kur, dhe nuk ju justifikojmë dot. Atëherë, zoti Rakipi ju bët një pyetje, pse janë rritur çmimet? Unë po ju jap vetëm një shifër. Organizata kriminale e drejtuar nga Ervis Qela, që ka patur 20 vite bazën në Paraguay, dhe Franz Qopja, që është konsideruar si një ndër organizatat më të rrezikshme kriminale që ka vepruar në vend, për llogaritet që të ketë pastruar para në 10% të GDP-s shqiptare, pra 10% të gjithë GDP-s që ne kemi. Mjafton kjo shifër. E kupton, do të thonë janë kapur vetëm në një transfert 15 milion euro për investim në lingota ari. Janë kapur 10 transferta të tjera, pra vetëm në një investim tjetër flitej 200 milion euro. Po të kapje gjithë sasinë e drogës, pra vetëm një kapje ishte 16 ton që llogaritet me çmimin e tregut 1.3 miliard euro. Mjafton vetëm kjo statistikë e prokurorisë, e cila është e konfirmuar nga autoritetet e huaj, jo autoritetet shqiptare, për të kuptuar rritjen e çmimeve. Së dyti, ne lam një çështje shumë të rëndësishme pa prekur me 3 fjali, me qenë se ka qenë kryefjalë sot gjatë gjithë ditën. Një gazetar italian, gazetar shumë i njohur investigativ, ka shkruar një libër ku flet për herë të parë për një takim në Aruba, dhe që bëhet fjalë për një takim ku ka marrë pjesë bos shqiptar të krimit, njëri prej të cilëve ai identifikon si Artur Shehu, një personazh me shumë drithie në botën e krimit, i kërkuar dhe i dyshuar nga holandezët, i Vlorës.
dhe bost të tjerë të krimit, por po ashtu flet edhe për përfaqësues të lartë të qeverisë shqiptare. Pra, imagjinoni, ju thoni pse rriten çmimet. Ne kemi qeverinë dhe krimin që bëjnë takim në Aruba dhe gazetari pretendon vërtetësinë e mban ai përsipër, por unë po i referohem librit dhe pjesës që është zbardhur dhe është përkthyer në shqip, flet për mënyrën se si është bërë pazar për ta shitur Shqipërinë dhe ndërkohë pastaj ne diskutojmë këtu pse rriten çmimet. Po për sa kohë kemi njerëz të botës krimit të këtij niveli që shkojnë në miliona dhe miliarda euro, patjetër që kjo do ndikojë automatikisht në jetën e qytetarëve. Rritje fiktive të çmimeve, blerje të apartamenteve, për pastrimin e parave etj. Me radhë. Pra qarkullimi i parave kesh në këndvështrimin tim është shkaku kryesor pse çmimet në Tiranë kanë shkuar në këtë pikë. Ylli, nuk e ka fajin në vetvete paraja kesho, se ti mund mos kesh një sistem modern të pagesave dhe Shqipëria nuk është se ka banka që të ofrojnë lehtësira të tilla, madje komisionet janë shumë të larta dhe i kemi folur dhe në çështje tjetër. Çështja është që ty nuk ta justifikoj se meqense u ndërpreva tek ajo që nisa që të sqaroja, zhvillimi ekonomik nuk ta justifikon këtë rritje të çmimeve për shkak të kërkesës së individëve. Atëherë kush po blen në Shqipëri dhe cilët janë këta që po blen? Kjo është një pikpyetje shumë e madhe se nuk e identifikojmë dot, po. Se mund të jetë ata, po. Por këta i blen prapë. Dhe kush I ndërtojnë dhe i blen dhe që ka një stok kaq të I lartë. shesin dhe i pastrojnë parat pastaj Që ka një stok kaq të lartë të apartamenteve të pabanuara. Jo në zonjë, sot stokus. Por ndërkohë, interesi i kthejmë nga kjo gjendje dhe për të ndërtuar vazhdon që të mbetet i lartë dhe çmimet rritet, atëherë ne na rezulton që rritja është artificiale dhe kjo patjetër që është në justifikon teoria e tritolit të familjeve dhe të shtresës së mesme është në kuriz. Tani mos e përdor këtë të tritorit, i vere po të la doktori dhe po fitove, po mos e përdor tani, se thot do vetë tritorin. Është shumë për këtë që do Ola. Të gjithë banorëve të qytetit që vuajnë koston e lartë të ndotjes edhe të temperaturave të larta, por edhe të sëmundjeve që vinë si rezultati ndotjes, dhe është një pikpyetje shumë e madhe për pasigurinë që vetë ne, si njerëz që jetojmë në Tiranë, në Shqipëri, kemi për të ardhmen se çfarë do ndodh me këto çmime, se nëse ka rritje artificiale, nesër pas nesër mund të ndodhë edhe një krizë në tregun e pasurive. Është gati një krizë. Po kriza nuk vjen sepse për arsye si thatë ju. Dhe për ta mbyllur me konkluzion, nëse shohim me gjithë modernizimin që ka bërë në vite, me sistemin e pagesave elektronike, me turistët që vinë dhe paguajnë kryesisht me kartë. Pra, po të shohim më përpara, para disa vitesh ne nuk paguanim dot me kartë në Shqipëri. Me gjithë ligjet që janë bërë që të kalojnë pagesat edhe me vlera deri në 1.500 euro për biznesin, të mos kalojnë në kesh, po të kalojnë me bank, paraja jashtë kanaleve zyrtare rritet. Ka qenë 2.2 miliard euro në vitin 2015, ka shkuar 4.5, pra është dyfishuar. Këto po ta marrim edhe në përqindje me totalin e parasë gjërë që është në treg, pra është shumë herë më e lartë se sa ka qenë në vitin 2005. Qëndëruar të shikues... Tani si shpjegohet kjo? Nuk e dim. Jo, shpjegohet, po... Jo, kjo... Po fluskë nuk do ketë... Shpjegohet me teori, jo me fakte dhe dokumente, po shpjegohet me teori. Kemi para tjetër. Tani, ndëruar të shikues, kjo ishte pjesë. Sot me u përpoqim me ngjarjet që kishin kontekste të gjitha të thoshim do një gjë për ju, mbase na dëgjuat, pjesën e dytë do vijojmë me të njëjtën gjë, sidomos tek ky proces i Veliaj, pse u vra Veliaj, Veliaj që azisuar politikisht. Të tre kolegët, dy kolegët dhe zonjën, që unë i uroj të kandidoj dhe të ketë suksese në zonjën Kalaja. Faleminderit. Dhe dy kolegët, i falenderoj shumë, do të largohen ato, Soko do të mbetesh ti, do të vinë dhe tre kolegët tjetër, do të diskutojmë politikisht, pse au azisua përfundimisht politikisht Erion Veliaj. Publiciteti rikthehemi njerë.